Mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra që transmetohet këtu në radio, televizionin Dugagjini si zakonisht çdo natë ora 20:00 përpara Debat Plusit dhe Ermal Pandurit. Për te shakas ka qenë një protestë shumë kolegëve tanë, falenderit prej tyre, që kanë protestu në mënyrë njerëzore dhe shumë profesionale ndaj një mendimit të një antare. Jo, antarja a e di qka KPM-ja nuk e di. Komisioni Pavarur i Mediave, që është morë me gjobitjet shumë televizioneve pa as një arsye, por një antare që për fatin e keq unë kam punu rrafshnja 2 vjetë bashkë me te, edhe pora kurse kum ditë që kanë zjedhë në KPM driten, apo këto po nej se pas ka shku në KPM aty, edhe ju ka tek kasoj zënjushës, ka thonë që duhet me e mbyllë Debat Plusin, se nuk i ka pëlqy Debat Plusi. Merë me mend deri... A ka pas arsye? A ka pas fakte ku për shembull nuk ka arsye në botë që guxon dikush me thonë kjo mos është politike mbrëmshme, për shembull sepse jo, kjo politika interesa personale janë këto. Personale, pas Donald Trumpi nuk mund ai gjithë ditën e kritikon CNN-in, NBC-n, ka plot njerëz ti mundesh me kritiku në emision, po jo me mbyll. Kur është të marrë kjo vendim për më mbyll? Jo, s'është marrë vendim, ajo e ka hudhur si ide. Apo kupton? E ka hudhur të ditët e fundit. Po. Mos nashta kemi marrë shumë informacione për shembull për aty në politikanëve që kanë Debat Plus, ku në fundit që nashta s'u dashur më marrë. Ndoshta është edhe kjo, se për shembull kanë tregu shumë gjana që vjedhi hajnia, s'di çka folshin njëri me tjetrin, ja çishin dellat njëri tjetrit, ndoshta mos ka qenë edhe kjo arsyeja. Ndoshta. Ka mundsi. Po sidoqoftë ne, domethënë po i themi të zëzdrit. Të zëzdrit jo, unë kisha dashur me thonë përderisa mundet mu marrë parasysh kjo. Kam punu 2 vite. Atëherë mos din politikanët absolutisht me marrë pjesë. Profesioniste për kuvend, apo këto? Po të zjadrit pash haber nuk ka për media, se shumicën që i kanë qume... Mos mundet me mandalu edhe mu martur? Tash edhe ty të kanë shënjestër, tash edhe ty ka me të ndalu me dalë në misja. Po e qunë ashtu, unë kisha dash me thonë, mendimi jam është, në qofë se ne kemi marrë shumë informacione për politikanëve që kanë qenë Debat Plus atë natë, që kanë qenë Glauk, po e plot tjerë, do më thonë, qofë për ajnia, qofë për vjedhje, atër është vendimi gabum. Po qërë të zjadrit me na mbyllë emisionin të në hohet. Sepse atër mos din politikanë më dhe japë informacione neve absolutisht hiq. Normal. Do të rinë për shtëpiat veta, në për pozitat veta. Ti do më thonë po thu që Debat Plus jam ka qitë këto hajnit e rrymë se këto unë menoj që kjo është, po. Sepse nuk e kanë kursy vetën atë natë. Asë njani që ka qenë aty dhe ka thonë. Kështu me fulla di me thonë anglisht, po i kryet ka pak ermolit, ha? Po nëse për zilli politike në që me thonë drejti një out, po, është mendimi e randa dhe nuk po banë mire. Edhe unë e pajtona me të zëndrit që mund me e kritikua. Ermali nuk e ka drejtën mja uqit, absolutisht. Se ti s'mundesh me marrë dikon në emision edhe me pyet diçka që ka ai zënë. Por realisht ata vetë kanë folë. Vetja kanë qitë hajnit njëri tjetër. Të më zbanë me thonë njëri që i hajnë edhe në rasa është hajna? Jo, momentin që e nëzanë të vjedat her mund të shme thonë. I kanë zonë vëlla kësë jam ka qitë dokumentat, kë pa fok të s'ka full heqë. Hajde të zja Mirlind, falenderoj pak... Këtu haru për pak. Jo, nuk harrojmë kurre, pastaj do folim për a e shkatrojnë rrjetet sociale biznesin tradicional. Okej, faleminderit shumë që jeni me neve Ujë Miras, Parfëmëria Piano, Automita edhe Lagja Washington këtu në Prishtinë, edhe juve publik i dashur që na ndjekni, na doni edhe na kritikoni. Kena një temë goxha interesante sot, goxha qëllume, edhe në faktun edhe pajtohem me këtë pyetje ose mendoj që rrjetet sociale një farë pike jënë edhe të e shkatru pak biznesin tradicional që ka funksionu të kaluarën, për arsye që gjithve mendja tash është tek rrjetet sociale. Për dikon është gjë shumë e mirë, për dikon është gjë jo e mirë, se mundet mja u dëmtu edhe mënyrën që ka funksionu, për mu është e mirë, pa tjetër që është e mirë, unë e pranaj. Biznes tradicional, flinjat për shambull, pitet. Më shumë reklam kanë tani për flijat se sa përpara s'ka bërë askush reklam për flijat. Jo, më qëfare, absolutisht. Jo, veç pak, është mundësi e mirë për flija, për pite, për që do. Sepse mpej, tash,
për shembull edhe te Melinda e kompani histori që ka për një fli, edhe tek pjesa e familjes tonë, është dikush që merret me flia. Ajo nuk bën, po flas edhe për dy pjesë, nuk bojnë antireklam, sepse qesim flin ashtu qysh është. E qesim të pjek, edhe e cilin një fatepsia aty, do më thonë, nëse njëri merë vesh çka është flia, e blem flin. Kurse sot, në ditën e sotit, kemi influencë tepër të mërshme. Pse? Sepse kemi njerëz që bojnë po supozojmë shkon një influencer në një biznes ose në një kompani, edhe mundohet me bo atë reklam me shaka, me hajgare, me jahub vëmendje një personit që e ka telefonin dorë për me shtime e këqyra të video. Kur ta këqysh në fond të videos, krejt reklamacionis e reklama e asaj video është këtë shaka. Njerëzit janë të fokusum tek shakaja ati personi e jo tek biznesi që të ju bo reklama. Zote, ylle hera por prej që të kam në emision, kam me ta kujtu që te ke fol John Matmatch. Po unë e kom thënë zisar këtë pjesë, unë jam influencer edhe vetë. Sepse reklamat në Kosovë 98% as nuk kanë mesazh, as përmbajtje, as informacion. Edhe plus... Dhe më thonë, ai e merë reklamat që a hajgare, e për hajgare a portokallia. A vëgëpëton, ke emisionet të murit plët. Në rodë por del reklama, shkon krejt reklama e ti se kupton që ka u reklamu, as ka adres, as numër telefonit prej fillimit, ti në që se reklamon ujtë meros, ti do të me të regu pse që këj uj ashtë i shëndetshëm, pse ashtë i mirë me e pi, me përdorë, por nuk ka ujtë meros, mja që të... Prit, ta qësë shtë në gjakë sty. S'koj. Jam pro mendimit tënë, Milaim, po kemi edhe njerëz në publik që janë të fokusum tek ato shaka. Sepse nëse ti jap një shembull, nëse ti e tregon që është ujë miros ose diçka dhe vazhdon, publiku ty veç ta bën scroll përpjet edhe smerret me ty. Kjo është edhe pjesa e publikut. Po ti si influencer duhet më ndru mendjen publikut. Sepse jo çdo parë, jo çdo pagesë biznes i mirë. Lutem se frondo. M'fal. Jo, s'ka problem. Je shumë e mirë. Për këtë arsye, sot influencë do të më pas edhe një person që për shembull tregon realitetin e një produktit. Për zotën, ta garantoj ka pas rase që mu më ka ardhë një produkt i dhëmbe, edhe i kom thonë po, ta testoj produktin edhe ta shqyqaj se a kom efekt apo jo. Ta garantoj me jetë të unë nuk ka rol pagesa. E ka një farë rol të vogël. Nëse unë e marrë qatë produkt edhe nuk kom efekt edhe bëj audiencë të rajshme, të rëgoj një shambull keq për publikun, atër unë e marrë qatë pagesë, për që aja pagesë ka mu argju mrenda mujit, edhe mandej unë e kom e hup influencën teme. Se njerëzit kanë me porosi qatë produkt. Edhe mandej unë kom e ra minusën followersa, minusën publik, minusën plët njerëz që për shambull nuk kanë me ndjek mu. Është koha dhe hapësira jote me lidhe. Po, kështu të është mund të lidhë me faktin që biznesit po funksionojnë edhe mënyra që kanë funksionuar të kaluarën, ose edhe rëndësia që ju kanë kushtu populli bizneseve në krahasim me tash, është që shumica e bizneseve nëse janë të përfshirë në rrjete sociale, me marketing përmes influencerave ose mediave të ndryshme, harrohen edhe prej publikut, harrohen edhe prej njerëzve cilët i kanë konsumu ose i kanë njoftë në të kaluarën. Jo çdo herë po flas për shumicën gjithmonë. Rrjetet sociale kanë padyshim gjanë pozitive që i ndihmojnë bizneset edhe mu rrit, edhe mu njoftë më shumë. Padyshim që ka abuzime të tilla të shumë mirë ceket ku marketingu që i bon një biznesi caktum nuk është i duhure që du të një dediku. Anti, marketing. S'kisha me thonë gjithmo, po do më thonë kemi influencer që janë, kemi influencer që janë shumë të përblet. Nga mënyra që e prezentojnë atë marketing. Me kompakt ma konkret, tani du me ndëgju mendimin e Enkelidës, për mja përkëthy ju dëve që ka deshtë me thonë dhe i qëtash, se janë përkëthy si mirë i gjonave për publikun, se shikoni, televizioni edhe radio janë dy mediume që ti nuk mund është si gazetës më këthy me ledzu edhe i herë. Disa ma pak me tjerë lesh këtu, ai që na dëgjon na kupton më shumë. Nuk mund është një restoran familjar, i thash një dit një miku tim, ja kështë dhonë reklamen me bon njona një influencere, krejt me byth për joshta, me cica për joshta, dhe unë e pyta këtë mikun tim. Sa është të mendon? Jënë dëgjë, pytja ime që ishte. Thash, a ke hop të striptease bar, apo ke hop emision familjar me muzikë, me familje, unë më ardhë me grutëmi, timen me fëmime.
edhe ja spjegova tha ke shumë të drejtë. Domethënë kjo është anti-reklama, që se del një femën në vend shumë serioz, ose për shembull ke raste kur për bornat e kancerit, kundër kancerit, dolin njerëzit edhe i reklamojnë mjek popullor. Po. A qështu, a i dakord me mu? Pse aj zotnia i jep këtina një 1.000-2.000 euro, që janë borazi me zero, edhe thot dilni se filan mjeku popullor e shëron kancerin. Kjo është të mërshme. Ta është i trendi, po që unë pjadho hispeja e pëte fjallin. është ideja që kohën e fundit është bot trend reklama me rima. Për shamu, që shmja bo një rimi la imit. Oj du di. Pse? Sepse nuk ka qka me jep mo. Nuk ka qka me jep mo për atë reklamë. Rima, për shambull, ty rima nuk të tregon që sa jetu atëru si biznes, që sa jetu funksionu si biznes. Tu ndikun në fakt prej Albinit, që e baj ke fushotën me rim për disa vite më të kujtuar. Ki influencer që për shambull reklamet ta bën me rima, po ta bilin shërëmzimit, nuk ta din që pesa edhe me veqet e përshë. A i dakord që... Po jo bre për marrë vesi shambull. A i dakord që baba Albin dikur e bante reklamen me rima, të kujtuar. Enkelit? Faleminderit që më rrë fjallën. Jo, Enkelit është fjallën e pësira juaj, falë. Do ta marrë personale, për para nëse kisha parë një reklam nga cili do qofte edhe një influenceri që nuk e njo, seriosisht e kam besuar. Tashmë po shof edhe persona shumë të famshëm, që nuk i besoj më asgjë se kur të më marrësh dhe të më bësh 5 reklama brenda një jave, më falë si mund të besoj më ty. Të bizneset e ndryshme, bile. Sot më reklamon një krem të trupit, edhe thua heq të gjitha plagët, që njerëzit kanë shumë problem, edhe shkojnë e blejnë, nesër del me një produkt po të njëjt, po një kompani tjetër, më falë si mund të marrë seriosisht ju si person. Po kjo është gabim i strategjisë e marketingut, sepse ju gjithë e di... Kjo nuk ka drejtën për me mendu njerëzit që ti je influencer i gabushëm, jo. Jo, ta hu edhe mirë, se ti nuk... Po nuk mund është ti me bo marketing të njëri, për dy brendet që janë kundërshtar me njëri tjetëri. Real, për njerëzit e tu të jashtëm, s'ka gjithë nësa bizneset ti merë... Real ti s'mundesh me bo, jo nuk mundesh. Jo, mundesh me bo. Se unë më jahup drejtën vetit kur produkti është realisht produkt i duar, edhe to ka i mirë. Jo, nëse kom testu, po flasë për vetë. Unë mendoj që askush nuk e teston. Jo, po të kuptoj. Unë po e marrë shambull të këvetja ime, personale. Në qofë se unë tash që unë e quj vetën si real influencer, nuk besoj që dikush është gënyu në njëherë dhe i sot, nëse unë për vete për shambull e marrë qëtë ujë, qëtu, edhe reklamoj, dhe më thonë që mu ka dok i mirë dhe është i mirë dhe e reklamoj për njerëzit. Nuk ma hup mu drejtën në shku për shambull me njëherë të nesit për syza. Se nështë ta për shambull, unë e reklamoj real, nëse ti e fake dhe se ke provu që to, jo. Kjo foli për raste biznesit që janë paka shumë të njajta. Për krem, për shambull, për shambull, një krem që janë më serioze. Dëgjo, unë nuk po them nëse ti, si person, më reklamon 5 restorante, unë e besoj që të 5 janë të mira. Se egziston mundësia që me qenë 5 mira. Nërsa më reklamon 5 kremra të trupit që krynë të njëjtin efekt dhe janë të 5 të mirë. Jo, nuk është ma. Problemi e kam humbur besimi, nuk është më besimi që kam pas për para. Unë mendova nështë edhe e kishë kuptova, mendova që të pi një produkt tjetër. Jo, e mora shembull kremin, për shembull, sepse një vetë shumë persona që më kanë thirrë në telefon kanë thënë, wow, ky bën të efekt, duhet ta marrësh. Mas 2 ditëve i njëjti person se ne kemi disa influencera që i kemi si idol, që i shikojmë edhe i besojmë atyre. Pa një live. Unë nuk trajnë ke leda, po unë për vete, tu e ditë vetën këtë lami edhe në këtë profesion, kur njët nuk duhe njej asë njëherë, ka pas raste ma herë, mo kur nuk i besoj asë një influencer. Në këllit, falimderit shumë. Falimderit shumë për ftesën. Knasi që patëm, falimderit shumë. Vikend të mire, edhe rishjemi prapë. Po shkoj për peja, po vene ajo? Jo, në në pej nuk vim, por në grykë të rëgove s'ko që ti kina me mirë do lapë në mirë. Natën e mirë shqiptarë ku do që jeni, Zoti urujt juve edhe familjet e juja.